Kthej që Erion Velie ka qenë në Iran, thash do na thojnë e gjotë të re më. Të reja. Të reja të këne thoni të shi. Jo, unë s'kam thonë. Pa nuk dume, është atje ai. Po të jetë këtu hapër në studio, ai ja plas gjitha. Pas mund të flasën ai mrapa hekurave po. Ai mrapa hekurave unë t'i bija ti. Unë i them atij, edhe herë tjetër. Futun kandidim. Gjuzi nuk është në kandidim, çfarë bën ti? I gjithë Partia Socialiste është me muslimon. Nga Gramozrushit japin votën ty. Krejt. Ortodoksit në Partia Socialiste bin pakic, a je kryetar bashkie prapa po? Ç'do ty më morë me avokatët? Se nuk është gjuzi. Po ti ishte gjuzi me keqardhje. Ti merr votat, Manastir Liu merr votat, pjestohen votat tuja. Sali Berisha thot, kujtim gjuzi po. Ai më dha mu për post kryeministre, një gjove live. E vërtetë është. S'do kam me mbllon kryetarin e bashkisë. Pse? Pse ha? Ku fle lepri? Si ka mundësi do? Po ku fle lepuri? Lepuri flesë ka flet nuk ka, është dardan, po thot, po sikur të bëhet Partia Konservatore më e fortë se PD-ja, se me bashkinë bëhesh më i fortë. Ke njerëz, ke 10.000 njerëz në punë. Një 4.000 për aty në atë votojnë. Ore 4.000 për aty në të votojnë. 4 herë 4 bën 16. 16 në gati 3 mandate. 5.200 është mandati ponderikisht, në 140. 5.200, jo 10.000, 10.000 du t'i morës ti, që mos digjen votet e tjera. Si që dojgjën këtyne. Po, këto që futën tek e tek. Këto të Sorosit, që janë Sorosit ta. Po të Sorosit i ka dhe doktorit, tani, pse unë e kom fajnë që fute 27 deputet Soros o doktor, që fajnë këmë? E në më the përgjigje mu, që unë i Tiranës, Belind Këlliqi, thot, 1, 2, 3, 4, nuk ta jap me e pa, me gjithse ti e Tiranës, do ta jap ta shohim, do bëhemi 3 Tiranës. Çfarë thot ai aty? Thot, është e pamundur, sepse unanimisht PD-ja vendosi që t'ja fali kujt? Nivit kriminalit, ha? Bina, ha? Lutem. Asnjëherë s'ke pas konsiderat për Florian Bina? Kam pas se njeriu do edhe të qeshi. Dhe ai policin e portakallis, ai është e bën kështu. Po polic Zelenski në Tiranë, vështirë kjo tash. Lutem. Ju thoni që nuk është finalizuar kandidatura e tij. Keni lutin e herë të ketë në Tiranës ministër të mençëm? E di pse? I qitë në pazar gjitha, siç i qita unë. Ministri i mençëm duhet jetë. Ta humbi Chelsea. Po normal. Se ka humbi Chelsea në Gramozrushje? Nështë e kanë det. A e more veç që ishin takimet e 90 minuta. Që i thash? Nuk e thash gjitha këtu këty, po i pjesë e thash. Si ishte? Edi Rama ka frikë se bjen pakisme. Marrën e Partisë Socialiste, del Erioni për ne Erioni në burg. Ka një marrëveshje me Ramën edhe Berishën? Fshet? Shikon, në politik, Bëhen marrëveshje. Në politik ka marrëveshje të hapura edhe të fshehta. Siç ishin listat e hapura në mbyllur. Çfarë thot Tauland Begojaris? Çfarë kam qejf ta them si Berisha këtë. Jo e dini që unë e du batë së fort. Taulandi thot, në nëndet se thot, unë edhe aksi Bylyk i Durrësit, Tiranë-Durrës, jena poshtë, edhe pastaj në vaporë thot që vinë me Edi Ramën dhe me Lulzim Bashën. Vapori Basha njeli pa timonier. Umit. Kurse Ariu, i them Amerikanëve, mos e ngacmoni doktorin, mos i bini me spat Ariut. Se Ariu të ndret, e thot, kjo është shenja ime. 24 vjet përpara shenjën këtu, se harroj lirë me edhe thonë. Namin nga më dhe sa të shkon të atje. Namin. Pse aty ku është lirë me edhe është edhe faljush? I qëtyme, deshta i me ra nga xhamia. Nuk ra vetë hoxha nga xhamia, tha. Se kena konfliktu tani, se kena dhe mbi emër hoxha afër njëri tjetrit, e një bjetë sikur po denigrojmë mbi emrin. Hoxha është mbi emri më i madh dhe më në trojt etnike shqiptare i pari. Pastaj vjen Prifti, ne i gjusë i kemi ja 1.700-2.000 njerëz rreth rrugës, do të janë fis poshtë shumë. Kurse Berishat janë 3, ndoshta mund të jetë 3.